Rikthehemi drejt për drejt teksa ka vazhduar biseda se cilat mund të jenë parashikimet për situatën ekonomike në vend pas konfliktit që ndodh në lindjen e mesme, po nuk dihet nëse rritja ekonomike stopon, vazhdon, çfarë ndodh, si e shikon? Patjetër që në momentin që do ketë një do sjasi. Po. Absolutisht rritja ekonomike është fjala fundit. Është fjala që duhet përmendim. Thash para vetëm me efektin që filloi çdo si thua është në mënyrë automatike, si çdo organizëm dhe ekonomia në vetvete, biznesit, banka, pra çfarë do lloj gjëje kalon në mbrojtje. Nuk është më të mendoj për afat gjatë. Pra mbrojtja do thotë që ti fillon dhe redukton, fillon bën një analizë më të mirë, fillon reflekton, nuk merr më iniciativa dhe absolutisht gjitha këto reflektohen absolutisht në momentin, shpresojmë që mos të ndodh, kur fillon inflacioni. Aty pastaj është krizë totale, se fillojnë shkurtimet, familjet fillojnë të konsumojnë më pak, konsumi reflektohet në gjërat e tjera dhe. Po investimet e huaja dhe projekte strategjike stopojnë, si parashikohet nëse i referojmë situatave të ngjashme, por mos të marrim skenarin më të keq të mundshëm për zgjatjen e konfliktit. Tani, investime strategjike nëse do të vendos një huaj në këto momente të vinë në Shqipëri, nuk do niset nuk mendoj se do të ndikojë situata nga jashtë, më shumë do të niset nga kushtet e brendshme, do analizojë se sa e favorshme është Shqipëria për të hapur një biznes të ri apo për të investuar. Nuk mendoj se do ketë këtë lloj efekti tek investimet e huaja. Nuk e shikoj këtu problemin, saqë shikoj problemin tek biznesi ynë vendas. Në qoftë se ne kemi një ekonomi, kemi një prodhim në tërësi agroindustrial, bujqësor, blegtëral me kosto të larta, një shtesë kostoje nga nafta e rritur, një shtesë kostoje nga tarifat e më të larta të transportit, sigurisht që do rris akoma më shumë koston e prodhimit për prodhuesit vendas. Këtu e shikoj problemin. E shikoj që kjo ekonomi që më shumë varet nga importi, me një prodhim vendi të themi në luhatje, jo shumë të shëndetshëm, ky do të jetë një goditje tjetër për prodhuesit vendas. Por edhe për sektorë të tjerë, shikoj problematik te manufaktura, tek prodhimi, shikoj te transporti, në tërësi do të ketë probleme. Madje edhe transporti, sepse këta janë sektorë të gjithë që vuajnë dhe nga problemet e mungesës së fuqisë punëtore. Transporti në rrugë toksore sa e mori pak veten për shkak të rritjes së pagave, e mori në gjetjet e punonjësve, tani vjen kjo goditje nga rritja e tarifave. Por gjithmonë, siç e theksuam dhe përpara, këto tarifa, gjithë kjo kosto tek konsumatori do transferohet. Biznesi do vazhdoj, do punoj, do ruaj marzhet e tij të fitimit, por kostoja në fund do transferohet te konsumatori. Me papunësinë çfarë do të ndodh? Mund të kemi rritje të papunësisë? Patjetër, unë preka pak më parë, domethënë këtë fakt në momentin që fillon edhe ka një zgjatje të efektit të saj në ekonomi, absolutisht papunësia është